faleminderit për pjesëmarrjen. Është një kënaqësi të jem përsëri këtu mes jush për të diskutuar problematikat që ka fshati juaj Alaru. Në programin tim jam fokusuar që për të parë një ndryshim, një përmirësim të jetës, një përmirësim në cilësisë së jetës të banorëve, të cilët jetojnë në fshat, vëmendje kryesore i duhet kushtuar domethënë bujqësisë dhe blegtorisë, ku njerëzit kanë mundësi që të marrin prodhime sa më të larta, po njëkohësisht të sigurohet dhe tregu i shitjes së tyre. Dhe në programin tim mendova që për t'i dhënë një nxitje bujqësisë dhe blegtorisë të kemë mundësi që ndërmjet partneritetit publik-privat, që do të thotë, duke u nxitur nëpërmjet bashkisë, të kemi mundësi të gjejmë dhe biznesmen tregtar për të krijuar vende magazinimi dhe frigoriferimi të produkteve tuaja bujqësore, me qëllim që ai që është fermer të ketë mundësi dhe gjatë tërë kohës të mendojë për të rritur prodhimin e tij. Ndërsa për shitjen bashkia do jetë në dispozicion dhe ndërmjet të një departamenti që ajo të krijojë, në një zyre me specialist, ku këta specialist për bujqësinë dhe blegtorinë do jenë në shërbim të banorëve, si për t'u dhënë sugjerimet e tyre në lidhje me produktet që ata do prodhojnë, po në radhë të parë vëmendje kryesore e tyre do jetë që të gjurmojnë tregjet për t'u dhënë informacion në lidhje me çmimin e produkteve që ju duhet keni, po njëkohësisht të gjejmë mundësinë dhe të afrimit të tregtarëve për të blerë prodhimet tuaja. Njëkohësisht në takimin e parë që kam bërë këtu, kam parë dhe problemet kryesore që ekzistojnë për fshatin tuaj, dhe të cilat i mendova dhe them që në këto 4 vjet problemi ujit të pishëm do ta zgjidhin për fshatin Alaru. Në këto 4 vjet vëmendje do jetë që ky ujë të vi direkt në shtëpitë tuaja, në çezmat tuaja, dhe do ta realizojnë. Çdo banor i zonës të ketë mundësi të marrë shërbimet kryesore. Dhe ai staf që do jetë për të kryer shërbimet ndaj banorëve të zonës do jetë një staf i kualifikuar dhe qëllimi vetëm i tyre do jetë shërbimi ndaj komunitetit. Njëkohësisht kam parë që një nga problemet që kishit ju ishte dhe transporti fëmijëve në shkollë. Që në fillimin e vitit shkollor, ajo gjë do jetë e sistemuar. E ndjej për detyrimin tim moral që ata fëmijët duhet të sigurojnë transportin, që ata të shkojnë me kushte normale në shkollë. Dhe këtë thashë nuk e quaj premtim për arsye se ky është një detyrim. E quaj veten të detyruar që këtë gjë duhet ta bëjmë, që fëmijët mos vuajnë. Asistencën kujdo që i takon, do ta gëzoj pa u nisur nga idetë e tij, që është i majt apo është i djathtë. Asistenca dhe çdo problem ekonomik janë probleme që nuk kanë gjyrime partijake. Brema gjithëve të dashur miq, banor të Alarupit, nuk besoj se ka nevojë për koment. Jam i sigurt ashtu si kundëve në fushatet e tjera dhe këtë radhë akoma më tepër, juve të gjithë do votoni për Edi Kaprin. E të gjoha si Thajetin, unë do t'i bëj të gjitha realiteta sepse do vit jem ballapur para juve, jo për këto 4 vit, po do fitoj këtë radhë me votën dhe mbështetjen tuaj dhe do vit t'ju kërkoj një mandat edhe pas 4 vitësh të tjera për të bërë akoma më shumë gjëra për ju dhe për të banorët. E pra miq të dashur, pjesëmarrja tuaj, entuziazmi tuaj tregon padyshim mbështetjen që ju jepni Eduard Kaprit. Unë për ta mbyllur ju bethire, votoni Edi Kaprin sepse kështu votoni për veten tuaj, për fëmijët tuaj, për familjet tuaja, votoni për programin. Faleminderit dhe fitore miq të dashur.